Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu Jalla wa ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë edhe sot me lenin Allah të mënduar me disa kapituj të radhës nga libri Al-Adab al-Mufrad të Imam Bukhariut rahimullah, libër në të cilin ky dietar i famshëm, ky imam i njohur, ka përmbledh transmetimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjeneratat e para që kanë të bëjnë me edukatën, mirësjelljen e besimtarit në situata të ndryshme. Kemi ardhur te kapitulli që flasin për mejliset, për ndajat, si duken ndajat e besimtarëve, edhe çfarë rregulla duhet pasur parasysh në ndajat tona. Edhe këtu mund të themi të nderuar vëllezër që kemi thënë vazhdimisht se kur flasim për ato detajet e përditshmërisë tonë, të flasim për rregullat që ndërlidhen me këtë përditshmëri, realisht ne dëshmojmë atë që e besojmë se Allahu te barekuhu teala nuk ka lënë asgjë mungu në udhëzimet dhe librin e tij. Ta ka mësuar Allahu xhallahu ala për gjithçka. Përmes fjalës së tij dhe përmes udhëzimeve praktike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si duhet të jetojmë, si duhet të ecim, të flasim, të hajmë, të pim, si duhet të flajmë, të bëjmë gjumë, kur të zgjohemi çfarë duhet të themi, kur takohemi çfarë duhet të themi, kur takohemi e të bëjmë neja çfarë duhet të bëjmë. Gjitha këto e shumë tira nga rregullat që e organizojnë jetën tonë në frymën e asaj që është Allahu i kënaqur. Dhe kjo është vallahi begati e madhe të ndërozë, kjo është mirësi e madhe. Allahu xhallahu me të udhëzu për gjithçka që ka në jetën tonë. Ka të lëvizësh, ka të shkosh, ta vësh në frymën e asaj që ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pasimi pejgamberit alaihi salatu wasallam nuk ka shpërlim tjetër përveç xhenetit. Ai që ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ndjek udhëzimet e tij, padyshim se ai do të jetë së bashku me të në xhenet. Çish ka premtuar Allahu dhe çish ka premtuar edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi marrë disa rregulla në takimet e kaluara për ndajat, do të vazhdoj sot edhe me disa rregulla tjera që na mësojnë si duhet të jenë ndajat tona. Nga se mejliset, takimet, ndajat tona të ndërvozër dallojnë nga gjitha takimet e tjera. Në ndajat tona respektohet njeri, në ndajat tona nuk lëndohet askush, në ndajat tona japet haku çdo kujt. Andaj asnjëherë nuk duhet një musliman me u ndi keq apo kushdo qoftë që është në ndajat tona i lënduar apo me dal nga naja e me ra pishmune që kanë me muslimanin. Kush rrin me një musliman përfiton çdo aspekt, edhe në disponim, edhe në mësim, edhe në praktik, edhe për shumë tëra që i duhen në jetën e tij të përditshme. Do sbaku kështu duhet të jetë një musliman. Kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga udhëzimet që Buhariu këtu i përmend thot bab at-tawassu'u fil majlis. Kapitulli që flet se duhet të zgjerohemi në mejlis. Çfarë kuptimi të zgjerohemi? Do ta lexojmë tash hadithin e pastaj edhe japim kuptimin. Këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassau. Muhamedi sa ka thënë mos gabon me ngrit dikush dikën nga vani i tij ulur. E pastaj ai të vend ti. Ose një është ul me një vend, mos gabon me çupi vanit. Ai është vani i tina. I pare që e kanë zonë vanin, çaj e ka vanin. Përveç se ai ul gabim. Tash ul për shkakun vend të kushtimisht po të hoqë që ka me fol. Tash ky vend nuk është i tina, është vend i rezervuar për dikon tjetër me fol. Po përgjithsisht vani me naja, domthon njëri ulët që do të mësojmë ku gjen vend. Edhe për mul vet nuk vjen me çu dikon. E çu është zgjidhja? Zgjidhja është, ka thënë pejgamberi, zgjenoni ka pak. Na arabisht i vjen zgjenoni ka pak me bu vend, po na themi ngushtoni ka pak. Në gjuhën tonë apo i thotë ngushtoni pak apo.
ta ngushtjan, po i bjen zhënën pak i mund më nëzon vene, se mund ngushtu se nëzën dikën, apo. Po si të qoftë, kjo është praktike një që shë përdorë. Në ditë ka ardhë, zgjeroheni pak, do në zgjenohu, ma mirë e bëven për vllaun tënë. Kjo praktikë të ndërmës mund të duket e thjesht, e rëndëmt, mirë po është shumë dhe më thënëse. Qëfar kuptimi? Kuptimi parë është se njeri që e ka nëzonë një vend është më meritor për qëtë vend. Edhe asë kush nuk ka drejt me e nënqmu di kamontis qupi këtë asojnë në korvirën të shmu që të piktujt. Ja, pëtan. Esenca është njeri në me respektu. E dyta shikoni të ndërvëllë nëzër feja e në qështë është. Dohon, pejgamberën ka ndalu me e qudi kom për venit. Mirë po, se ka me dhës pikën këtu, e ndalu më është. E që ka më në zidje? Zidje është zhënoni. Dhe kështu të është feja vazhdimisht. Sërë ndalon ka diqka, ta bjen një alternativ qyzë mja buafën. Të regon që kjo është problem, mos shka këto problem, ja ko zidhja. Gjithë mund feja që shtë në banë. Në mësën qka mund tjetë problem, në udhëzën që mos të shka këtojnë probleme, dhe në në të të ofrën zidhje. Këtu pejgamberi që ka tha, lëshon një ven edhe zhënohuni. Do të bani ven njërit ofërteje, mirë po, jo me që njërin pej ven i ti, që shko nga njëri, për shembull dikush nga arroganca, dikush nga, për shembull, ndjemësia, gjej njëri shkret, njëri dopt, dikon që s'ka kra, do të qupi këtujt. Largo pak, shumë unë më ullëtu. Kjo është mendimallësi. Është mendimallësi edhe është nënçmim edhe përbuzje për atë njëri. A dhe zbanë me nënçmu edhe me përbuzë kërkan. Por do të me respektu njëri tjetrin edhe çdo veprim joni realisht me nxit dashuri për njëri e ju urrëtie. Çdo kush është ndaj tona, kur del bines me dal i respektum e i nderum e ju i përbuzme e i nënçmum. Gjithashtu për udhëzime ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bab yajlisu ar-rajulu haythu intaha. Kapitulli që flet se njeri ulet ku është fundi i nes, se ti ku gjon vend, do të thonë se njeri ul, atëra që ti ku gjon vend do të ul atë. Edhe këtu e ka përmend hadithin e Jabir ibn Samura radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thonë kunna idha atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haythu intaha. Në kohën e pejgamberit asim, kjo Jabir ibn Samura është sahabe, e flet për ndajat e sahabëve në kohën e pejgamberit asim, qysh kanë ndajt, qysh në ullë. Thot në kohën e pejgamberit asim, kur dikush për njëve ka ardhur në najt e pejgamberit asim, është ullë që aty ku e ka gjetë venin, do ku në funin e ezë. Që kuptojmë nga këtë ndërmëzër? E para kuptojmë se njerët kanë di që shmullë, kanë di që një bodhe safat. Për shembull, ka erë në xhami, dikush ullet atje, ullet ka, lënë të zbasin, të s'ki qare pa i plësu. A njerët të mi plësu, rrinë atje në fund se unë nuk ka me dalë. Dalë bëllë. Ose s'kjo një qërë në spengar rrugën, që njerë mujtë me i plësu, safat. Ose neja, për shembull, ullu me rënë, që është të mështë të rënë. Me rënë kur të ullësh, edhe e mështë nejen, por edhe lëshën vend diku që vjen mas te me pas ku mullë, mëse pas në me, që kështë të djenë në rada, me kalune në për qafat edhe krahte e njerëzve. Ndaj, kjo në mësën regull, e para edhe dyta, kështë të lëshën e vend. Tu e plecu vend mirë, gjithë mund ka vend edhe për tjetërin. Thotë që shtut në kam su pejgamberës me ullë, me ullë, ku të gjejsh vend, gjohën vend, unë gjithë, edhe u kry puna. Edhe treta të ndërëvëzë, mësë me i bezdis njerëzit apë. Mund me ku për shamu, neja në pejgamberës më ka qenë qëfar neja mësime. E dikush u kënë të nuku, i koncentruam të nuku pejgamberës samë. Ta shmarë dikush me thonë dikush, me që pa kështyu, me që pa me bëshurëm apë. Andaj, pejgamberi sallam, nuk ka liu që me u bezdis njerëzit apë. Me u shqetsu njerëzit në për nejët e tyne. Po duhet njerëzit me konë të qetë në për nejët e tyne. Ka qenë njerë e pejgamberës në duke mojtë hytëve, edhe një njeri ka i në gjami. Edhe ka i në gjami, edhe kallë një, të veç pak të bëshurëm. Ka thonë pejgamberës, e gjlis, ullu, mjaft i bezdisë njerëzit. Të mënë, kënë nuk është për ditë gjëmaje. Gjdo ditë, gjdo rast, kur dikush që shtot, për shambull, i bezdisë njerë, i shtetësën njerëzit, të mënë, është jo në regull, është në shpërputhje me udhëzimet e pejgamberit Alehi sallam. Hane ka ndërpej hytëve në pejgamberës, mi thonë njetë, ullu, burë,
Se ballë i shqetësove njerëzit apo. Prandaj nuk bën me i bezdis njerëzit, po ulesh ku gjendvan, kryen punë edhe njëri ecë tutje. Gjithashtu të thot Buhariu bab la yufarriqu baina ithnain. Kapitulli që flet se ndaja nuk bën me i nda dy njerëz. Për shembull të ndonjë mund të kenë dy njerëz kanë orë bashkë në xhami. Janë nej, janë shok, janë babë bir, janë vllazën, janë ul bashkë me të. Tash me hym mes tyne edhe nuk kanë rregull, mos bëmi do njerëz apo. Nëse janë afër, do të më gjithë vën anash tyne, po jo mi do njerëz që realisht i shet që janë bashkë. Kë mund të jetë edhe në ndaj të përgjithshme, po mund të jetë edhe në ndaja private. Për shembull, nuk bën më përzi në mes të dy njerëzve për se me lenë e tyne. Nështë për shembull, janë ul që të vend diçka kanë muhabet. Nështë kanë diçka private. Andaj shikoj çfarë elegancë na mëson feja që me pas kujdes apo. Domthon, merr lejen fal, a bën mul çto, jo që të bëvë, domthon, në farë respekti për njerëz që kanë ardhur para teje në atë ndaj. Andaj ka thonë këtu transmetimi i Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yahilu lirrajuli an yufarriqa bayna ithnain illa bi idhnihima. Nuk lejohet njëri me i do dy njerëz përveç se me lejen e tyre. Fala bën mul në mas, po bën. Jo që ulë çto anash, ta vojnë vënën. Prandaj me pas vallë respektin nëse i shet dy njerëz që na fal. Nëse shet që ka zbrasila mes tyre, për shembull ka vënë atë po. Po dy njerëz i kanë mush vënën apo. Që vënë mos i do njerëz, po mos shtyhet i pak. Se tash ke i bezdis njerëz apo. Po gjoj vënë anash dikun, kjo është e kërkuar që mos më i shqetësu edhe mos më i bezdis njerëzit apo. Gjithashtu nga rregullat që veç edhe aludum në to deri më tani, po Buhariu ka sjellë transmetim të veçantë është thot bab yutakhatta ila sahib al-majlis. Kapitulli që flet se ka situata kur bën me kalu mbi njerëzit për me arrit deri tek kryesorin në ndaj. Do në esencë nuk bën me kalu. Në esencë, ju këtë mësu. Ulesh ku gjon vëna. Mirë po. Ki arsye, për shembull kimi thoni një lajm, kushtimisht për shembull të ndozë me kontra xhamia, plot, edhe dikush komi ka dhuajtur një lajm të caktuar. E pi atë s'u vërtet lejohet me kalu edhe mi kallzu në vesh, nëse ka arsye. Ose për shembull, është neja, edhe kam ja bënë pyetje për shembull filonit. Hoxha që është nej kryesisht, atëra, lejohet për shkak se ka arsye. Po në esencë nuk lejohet. Për shkak se i bezdis edhe i shqetëson njerëz, olo që aty ku e gjon vendin. Ama ki arsye, caktuar ka nevojë, caktuar, atëra, kjo është diçka tjetër. Këtu e përmend një rast pak më të gatë, rastin kur ka ndodhur sprova me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu dhe transmetimi është transmetimi i Ibn Abbasit. Ky transmetim që ka pru Buhariu rahimullah këtu nuk është nga transmetime më të fuqishme, por megjithatë është e qëndrueshëm. Ka transmetime më të fuqishme, më të qëndrueshme që flasin për situatën kur është kry atentat mbi Omerin radhiyallahu ta'ala anhu në xhami. Domethënë dini që Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë prej besimtarëve, edhe kur ka qenë namaz sabat, duke ju pri muslimanë në namaz, do një megjusi, një zjarpotist pe i Persie, në Irani sot shumë, do në ka qenë punëtor, argat Medine, e kanë marrë me punu. Edhe ai ka keqpërdorur se ka ardhur me qëllim tillë pe atjet që me bë atentat në Omerin. Pse me bë atentat në Omerin? Për shkak se në kohën e Omerit ka rrah perëndoria e Persisë. Edhe hakmarrja për këtë ka ardhur me vrah Omerin radhiyallahu ta'ala anhu. Në këtë perëndoria e Persisë ka rrah në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj dhe sot ata që janë të lidhur me atë perëndori e i kajnë atë ditë e urrejnë Omerin radhiyallahu ta'ala anhu se ajo u ka prish perëndorinë, ja u ka prish domthon të kalumën e tyne të idhujtarisë dhe fatkeqësisht të mosbesimit. E Omeri ka qenë udhëheq në atë kohë kur ka ra Persia në luftën e Qadisijës, ku udhëheq jasë betejës, është me thonë beteja që ka qenë realisht dërmuese për Persin, që e ka udhëheq Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka ardhur në Medinë
me u hakmer për këtë punë. E ka arë si punëtor. Am përmej punëtor, përdu me punu, kom nevoj. E pëso Omeri e ka ndalu që në Medine me marë të huj punëtor. Po një sahabi ka mu përreshtim, ka në kjo është i mirë, është mjeshtër i mirë, ne krynë dë punë, i din dësane, e kanë marë edhe që, dhe më honë, a i ka qenë pikrirt, a i që e ka vëra mirë. Në kodë sabajt, ka hi në gjami, edhe e ka pas një mjetë mreht me dy maje. E ka godit Omerin radhiyallahu ta'ala në disa goditje, aja ma vdek e prushe që ka qenë, kër e ka godit nër bark. A përton që të pasaj këtë dëmon, e ka prish organet vitale, edhe kur i ka njep me pi ujë, se qëmsht i ka dalë për mes plagës, e ka thonë mjeku që i kuj mo pështim skapën, se do në këtë është i shkatu, këtë është i qëkim pej, mrena Allahu Gjallahu Ala, në rrujt nga shirë i keqëpërdëruzve dhe i munafikave. E për këtë situatë, thot Omeri, thot Ibn Abasi, radhiyallahu ta'ala anhu, thot, lemma tu'ina Umar, kuntu mimmen hamalahu hatta adkhalnahu ad-dar. Thot kur është sulmu Omeri, radhiyallahu anhu, Ibn Abasi, thot unë kam qenë prej atyne që e kena kap Omerin e kena shtit në shtëpi. Se shtëpia Omeri ka qenë afër xhamisë pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kanë futur në shtëpi të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu që muslimanët kanë vazhduar namazin, edhe Omeri mu largu, do më që me shiku, me intervenu, me bon në ndihmë të pare, kështë më radhë, e kanë largu. Ata që kanë kap me largu, ka qenë për tyre e kush? Ibn Abasi. Ka disa transmetime në këtë rast, nëse nga godit e shumëta, i ka ratë fikt shpesher Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. S'ka mujt me që i ka ratë fikt. Sa herë është këndel, ka thonë, e sallen nas, a i në falë njerëzit, o kërë namazi, derte ka pas namazit të rëzë. Ma shikon e citatë, s'ka vetë a pështuva, a du me pështu, qa u bu me mu, o falë namazi, se në gjysë namazi e ka dërpepë. Edhe e ka thonë të fjallë njërë, kër i thonë, oj, në falë, u kërë namazi, e o buarat ka thonë se, a i që s'falet, s'ka hisë në islam. Në a i që s'falet, qëfar hisë mi gjithë në islam atina, që s'ka namaz. Shka këse namazi ka peshe, ka rëndësi shumë të madha. E Omeri ka unë Ibn Abbasit, radhiyallahu ta'ala anhu, ka unë jebne ekhi, o djali vëllahu tanë. So konë Ibn Abbasit konë, i ri ju konë. Omeri konë, i ri në manë mosh, e i ka unë biri jam, qështojmë na o djali jam, o djali mirë, ose o djali vëllahu tanë, babën të ne konë pas shaka, konë pas tafër, i ka unë shka edhe këqër kush më ka vra, edhe sa tjerë janë të lëndun për i rasit. Pse i ka vit Omer me kush e ka godit? Ka dash me ditë se a është musliman apo nuk është musliman. Nëse është musliman i shmërzit. Që është musliman, në qëka i kom bo? Do më se kumëllon e musliman keq. Qëra djetin Omerit të thëmë. A nëse është i huj, djetin, huj të akojnati. I huj të mund pratë situatën me të godit. A më nëse musliman i shmërzit Omeri me pas problem me një musliman. So ka qenë i kujdesshëm me pas raporet mire mes muslimanëve. E kur i ka thonë, është me gjusi, është persian, është i huj, është nuk është i uri, ka thonë, elhamdulillah, që Allahu nuk e ka mundësu që goditet të kemë për muslimanëve. Pese me të godit muslimanë është e ronë. Të ndërën vëzë dhe muslimanë me pas mëspajtim me zveti, me pas të rrës me zveti, punë e ronë. Ja ka për Allahu këtë mundësit, Kuranin, hadithin, udhëzimin, e në fundë më qumu për lajë, më ushti muslimanë me zveti, kësë të kanë. A me arë i huj me të abo, nërmas i huj të akoj nati, o me në armiku, se këta ka një armitësi, o mere e ka rëzu persinu, për mena, atër me arë armiku, me bo atentat, fshehu razi, timzash, në trathi, është qështje e pritshme, ama i joti me të abo është e rona, ke ba, gjithë kështë dhe i joti me të nënqmu është me rona, se ban për tonit, i huj e kjo, kjo asa dim vlerën, të akoj nati, me pas armik ndryshë, andaj, ka pyjtë kush ke qaj që më boni, i ka thonë është me gjusi, ka në alhamdulillah, so ka musliman. E pastaj, Ibn Abbas e thëtë, kom shku edhe, i komon lajmet që ka ndodhë, kush e ka vëra, edhe sa vetë kanë qenë të goditën. Thëtë, pastaj kom ardhë. Edhe, kur kom ardhë, thëtë Ibn Abbas, që ka një që farë edukatët të në vëzën. Kjo kom thëmi Ibn Abbas, ku njëri. Si ka pasën këtë në morë, është 5-16 vjetë si ka pasën. Ku njëri shumë. Kur kom hi në nodë,
i shpamush vota. Njerëz kanë fal namazit, është këtë njerëz marrë pa Omerin. Edhe merr marrë me kalu misafa. Pse Omeri ka thënë me marr lajm, ka pas arsye me shku për me. Domthon me i kallzu Omerit radhiyallahu ta'ala, po i ka marrë se domthon i mësu vakt pejgamberit asaj që thotë edhe kum qenë djalëri. Tash on djalëri me ka përsy rreshtat e njerëzve, ka të sahabët vjetër, njerëz më të mosh, këto smuta me botën. Kush edukatën e geometri? Çfarë edukatë ka qenë përpara? I ka respektuar më të vjetrit, ka pas konsiderat, është i vjetër, ka dalë mos hyj njërin qafë, mos e shty, apo mos e është njëri ndryshe ato. Edukata e sahabëve të pejgamberit. Derisa ka Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, Ka'b i gjithë besoi pejgamberin, edhe ka thonë, wallahi nëse Omeri bën dua, që Allahu më pështu, Allahu ka më pështu. Se Omeri është prej njerëzve devotshëm. Po të saj thotë, o Allah, pështom kësaj radhe, edhe kthem prap të fuqishëm që të kontribuoj për muslimanët. Thotë Allahu ka më pështu doan edhe ja u kallzon pasaj qefin munafikave e doan dyftyrshave e keqbërësve e tradhtarëve e ka fol fjalë. Se i prekën kur lëndum, s'ka më paramenu çysh Omerit më apo këtë punë. E ka thonë Ibn Abbasi, a ti kallzoj unë Omeri çka të thonë ti? Ka thonë po përse ta po them ty që shko kallzoj. E thot Ibn Abbas, tashma si u bone do lëmë tjera, e mora guximin që më qua dhe më kallzu. Se Omeri ka pas shef kur ka qenë dikon me kry një punë, hajde kallzoj çau babakia. Ai ka pas lidhje më herë me kalu. Po o menu njëra prit mos po kaloj njëherë mos po hiqet pa kallallaku, për shkak se i ka rënë me i ka përsy njerëz më të vjetër që u kanë ofruar me shku ky djalë i mul tek Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. E thot kur erdhi situata, atëra thot ula te Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, thot edhe domon kur ashtul i ka thonë se ai që e ka vra ka qenë thot xhelestu inda ra'sihi komul te koka Omerit i kom thonë o prisi besimtarve tim ke dërgu për çit punë ka dërgu me të kallzu kush e ka bëu këtë punë edhe sa të tjerë janë të menduar e thot ta ka bëu këtë punë domon Ebu Lu'lu al-Majusi Ebu Lu'lu al-Majusi domon që ka pasur Ebu Lu'lu i Persis fatkeqësisht sot domon në Persi që ti ku është tash Irani sotshëm vorri që ti Ebu Lu'lu është domon një varr që ka gjamadnohet ata që e urrejnë Omerin e madhnojnë e respektojnë e dojnë vrasjen e Omerit njërin e përzuar me xhenet e shokun më të ngushtë pejgamberit alayhi salatu wasallam fatkeqësisht e i ka thonë edhe që ky e ka bëu e sa janë të lëndum 13 tjerë janë të lëndum ka të ndime që përmenë se kanë vdekë 7 për tyre do në atentat është vra Omeri edhe 7 sahabe tjerë e tjerë do në kanë qenë të lëndum me lëndime të rona se ai kur e ka godit Omerin të nërru vazër sahabet ka dosh me e kap edhe ai ashtu dalë ka godit ka kamujt ma atë mjetin e mretëse ta s'kan pas mjetet mreta se kanë qenë njerëz në sabah kanë do me falë sabah njerëz të parmatosën në gjamiun konë e i ka lëndu edhe 13 tjerë që 7 për tyre kanë ndru jetë, Allahu i pranof shahida, edhe në vazhdu me të në gjenet. E, thot, Ibn Abasi, thot, qështu më tha Ka'b ibn Malik, thot, thëre Ka'bin këtu. A është të vërdet që ti ka thonë shumë se me bo doa, Allah, kam po, se unë e besoj që Allah ty së të këtë ndonë. Thot, vëllaj nuk bëj doa, nuk bëj doa kështu. Thot, po thamë, Omeri është i mirë nëse Allah s'ja falë. Që qëfar dherë të kjo. I përzu me gjenet, prisi besimtarve, të në të kontribut që e ka bo, edhe në këtu moment dhe të veç me ma fali Allah kur që ma shumë zdua. Radi Allahu ta'ala në. Pse të ndërëzër? A është kjo farë, për shambull, në i aktrema, është dhe qka që po shtirë të meri, apo e kam pas për ime? E kam pas për ime të ndërëzër. Se njerëzit sa ma shumë e njojnë Allahun, sa ma shumë kanë frikë Allahun të barë këtala, ma shumë kanë frikë nga dënimi i tij, kanë frikë nga punë të këqija. Kush ka pas frikë më shumë nga dyftërsia, nga nifaku? Sahabët. Thot Sejid ibn Musayyib nga dietarët e tabinëve gjeneratës së dytë, thot i kom taku përmise 70 sahabe. Shokët pejgamberit i kom taku, i një. Thot të gjithë ata i druheshin nifakut.
Sot njëri për shembull se ka droheq këtë punë, jo, më na si na dy fytyrë na sjema. Po tu njëri më rujt. Ka pas frikë, çfarë po dënti, nëse një cilësi të prek. Se munafiqët kanë cilësi. Kur flet rran, kur premton, domthon tradhton. Ka cilësi ai. Kur të armiqsohet, është agresiv, s'lan san pa thon. Ai pejgamberi ka thënë, "Këshire mos e keni se ç'është apo." Do një të mbrojt. Jo më kuni sigurt, na jem xhenetli, na jem musliman që tjerë, njëri me pas frikë. Jo frikë që e dominon gjithmonë. Nëse duhet me dashur Allahun xhallahu ala, me pas njëri dhe shpresën Allahun xhallahu, padyshim. Po jo shpresë të tepruar që e bën me kun i sigurt 100% prej devijimit ose dënimit të Allahut azh. Ja, njëri ka muslimani ka frikë. Lutet. Po munduam, Allah e pranoft ato. Allahu na shpërbleft, Allahu na paguaf me të mira. Allahu, na fal mëkatet. Që këto muslimani mirë. Në Amerikë çfarë doje me ma kthy Allahu, po bëj do Allah më mëshiru, po bëj do që Allah më fal. Radiallahu ta'ala anhu. Andaj këtu Buhariu rahimahullah ka përmend këtë transmetim të ndërvozër, dëmon që me tregu se në rast nevoje lejohet me i kalu radhët. Kur dikush thot për shembull në rast nevoje lejohet, çka i bën kjo? Se nëse nuk lejohet. Se me konë që lejohet, s'kishme ba, nevojë përjashtime, apo? O përjashtimet vinë gjithmonë kur ka ndalesë. Kur për shembull diçka nuk lejohet, themi përveç këto situatë, do të që i vjen në situata të zakonshme nuk lejohet, por ka përjashtim lejohet. Sigurisht që përmend se, domthonë e ka pranuar Buhariu rahimullah, edhe me këtë po e përmbyllim transmetimin e fundit që ka përmend, është se në mejlisin e Abdullah ibn Amrit. Abdullah ibn Amr ibn Asi radhiyallahu ta'ala nuk ka qenë nga shokët e pejgamberit, ka qenë nga dietarët e sahabëve. Ka transmetime të shumta nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ky ka qenë me naj e rreth ti njerëzit. E ka hyrë njëri në mejlis, naj edhe ka dashur me shku tek Abdullah ibn Amri. Atje fillim. E njerëzit kanë penguar, unë këtu, më shtyp mi qoft njerëzve. Edhe Abdullah ibn Amri ka po ka lënë njërin le të vjen apo. Dhe so afro. Domthon kur transmetimi thotë se ka dashur me shku te Abdullah ibn Amri, e ka ndonë njerëz çka i vjen. Ata e kanë ndonë se në sens, unë këtu Allah mos pengo. Le njerëz rrat me nguafën. Po Abdullah ibn Amri ka qenë i mençur, e ka kuptuar se ai ka diçka, ka një pyetje, andaj ka lese njëri ka nevojë më afro, ka me pyet diçka. E kur është afru, i ka thonë, domethënë Abdullah ibn Amr ibn Asit, i ka thonë, ko marrë me vetë për një hadith që e ke ngu nga pejgamberi e sonë. Ti e sahabe i pejgamberit, ka lëzëm një hadith që ti me vesh tu e ke ngu që ka thonë pejgamberi e sonë. E këj ka ngu shumë hadith, e se vesh një. Mirë po, ja ka përzit një hadith që i duhet këtina. Një hadith që i duhet këtina. E i ka thonë, el muslimu, men salim el muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Ka thonë kom dëgjuar pejgamberin duke thonë se musliman i vërtet është ai që men salim el muslimuna min lisanihi wa yadihi, që muslimanët e tjerë janë të sigurt, janë rahat nga gjuha dhe nga dora e tij. Don muslimanët janë rahat me gjuhë si bezdis, nuk i shqetëson, nuk shpif, nuk përgojen, nuk bën fjalë, edhe me dorë nuk bën zullum, nuk merr çka nuk i takon, nuk godet, nuk shtyn. Muslimani janë rahat nga gjuha dhe nga dora e tij. Ç'ka musliman? Edhe muhaxhir, ai që shpërngulet për hir të Allahut, e lëshon një vend, me rujt fenë e tij, me rujt nderin e tij, ka vlerë tek Allahu, se e lën vendin e vet, e lën pasurinë, veç me rujt fenë, me rujt nderin, me rujt familjen, ka shpërlim tek Allahu xhallahu ala. E ka unë është taj, realisht, muhaxhir është taj që, jo që e lëshon venin, po realisht taj që largohet, shpërngullet nga haramin halal, nga mëkatin pendim, që kjo është muhaxhir i realat. E që sillë hijreti, shpërngullje, kena mundësi me bo vazhdimisht, gjithmonë. E të kun vend tonin, po largohesh peni harami të halal. Peni namazin pak ma i latë të namaz ma cisor. Do gjithmonë jetë shpërngulje në udhim që në kuptojnë përmirësim të gjendjes e ngritjes tek Allahu xhallahu ala në vazhdimsi. E ka unë që kjo është muhaxhir
i vërtet apo. Prandaj këtu kemi se njëri ka kalu safat, por ka pas arsye se ja ka leju kush udhëheci në lënë se njëri ka me vetë diçka. Prandaj të ndërvëzë këtu rregulla që kanë të bëjnë me udhëzimet që kanë të bëjnë me ndajat. Që ndajat tona, sikur të thash, domthon me pas disiplinë, me pas qetësi, me pas rregull, me pas respekt, me ditë kush flet, të tjerë me dëgju, ka pyetje, ke bën pyetjen me veç, tamam gati i përngjojnë shumë të madhe neve në odat e dikurshme. Kur ka ditë, do një null njerëzit në për oda, u konë dikush që ka folë, u mojtë rani, hajte e falë, kërë ka kënë ta shti me ranë, jo që të kush me folë me bërtite, tema pa lidhje, ose për shambull, mu ullë trit në balla tje njerëz me peshe, njerëz e vjetër, njerëz e menë që mu ullë në për, jo, ka pas regula, mu ditë kush ku ullit, mu ditë që shukaren, ka pas regula, është majtë neja. Sot neja të fatkesisht të ndëvëzër, njerëzit asë nuk shynë kush me kur po fletë, bo këtë dikush fletë a i në telefon, asë se gënë, a ne i bashkë po rrinë, s'ka respekt, edhe në familje që është do, ka upë, reni dhe ku e ka venin baba mu, ku ka venin nona mu, dikur e ka di që ka venin babës, s'ure dikush atë jopë. Ta shu përzihe sapi, fatkecisht, pse që ko gale, hajtë që ty ullu, rëqë aty, s'ka edukat, s'ka bereqet. Wallahi ku s'ka edukat, s'ka bereqet. Ku s'ka respekt, s'ka bereqet. Wallahi du të me respektu njërin e dishëm, njërin e vjetër, njërin që ka kontribu, me respektu çdo njëri që ka nej, mos më ndi lëndu, mos me shty, mos me përbuz, mos me nënqmu. Pa në vjen dikush që ka nevoj, ja shkojnë rrugën por në Allah, krye punën tonë ecë, në ka regula, që e udhëheqin dhe e organizojnë nejen tonë. Nga se kështë në kam së pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Ka që për këtë pjesë, Allahu i begatof nejet tona, në dhash bereqet nejet tona. Allahu bof që në nejet tona të përmendë Allahu pejgamberi alaihi sallam. Allah në ruhet nga nejet ku në nëqmuhet dikush, përbuzet dikush, apo frit e që Allah nuk është i knaqër, edhe në mundësot Allah që sartë ngritemi nga nejet tona, e veçan që kurimin gjami, ta marim atë shpërblimin edhe përgëzimin ku Allahu thot ngrituni e ktheuni në shtëpijet e juaja edhe unë ja u kom falë gjunahet ato. Allah e shpërbleft, në një takim nashëm, wa sallallahu ala Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala taslimin kathira.